Kam pas një takim me kryesinë e klubit, ku i falenderoj për besimin edhe ndaj meje, edhe pse unë jam një trajner që në senior në ekipet e para s'kam përvojë të mëdha, po gjithsesi përvoja ime si futbollist do të më shpërbej shumë që unë të kem suksese me ekipin e Suarekës. Kam fat që e kam një kryesi shumë të mirë, në krye me kryetarin jetë merr Bytyqin, pastaj Besim Kuqi si drejtar dhe drejtari i përgjithshëm është Jetmir Bashkim Drecaj. Pra edhe kur kësaj shtohet edhe Drilan Berisha që kem drejtor sportiv, atëherë është diçka e kompletuar dhe mendoj që kjo kryesi do të ketë besim ndaj meje edhe unë do t'ja shpërbej në mënyrën më të mirë. Gjithsesi e kam gjetë një ekip që me të vërtet janë shumë punëtorë, djemë të mirë dhe janë lojtarë të ri. Kemi edhe disa me përvojë që me të vërtet na duan edhe ata lojtarë që janë të jashtëzakonshëm. Që është më e rëndësishme është një grup homogen.